sipërfaqësore, mos themi që s'ishte bërë asnjë studim. Dhe arrim sot në ditën kur edhe pse kryeministri dështimin prap ja vën fajin atyre të cilët i bën oponencë, dështimi vjen nga administrata e tij dhe nga strukturat e tij, të cilët nuk kanë ditur të ndërtojnë një procedurë të saktë dhe jo vetëm tenderimi, por deri krijimi të këtij projekti. Dhe këtë na e thekson sidomos pikërisht ajo letra e saktë dhe e qartë e bërë nga dhoma amerikane e tregtisë, e cila fillon dhe jep edhe përshkrimin e qartë teknik se ku kjo lëvizje ka qenë pothuajse e parakohshme dhe e pa studiuar mirë dhe madje ka nevojë të ristudiohet. Pra këtu nuk hidhet në diskutim tenderi i Porto Romanos. Këtu hidhet në diskutim që ky është apo s'është veprim i duhur dhe kjo me një kosto shumë të lartë nga 2020-a. 2026-a jemi 6 vjet mbas dhe ne vazhdojmë edhe flasim, por këto ndërkohë i kanë kushtuar shumë buxhetit të shtetit shqiptar në hartime projekte. Do ju pyes edhe për disa detaje të tjera, ndërkohë që do të ndjekim edhe hartat pas pak, po doja një koment edhe nga zoti Himçi, sapo kam mbritur në studio mirëmbrëma. Zoti Himçi, e keni quajtur një ligj me porosi. Ku bazohen këto akuza? Shiko, ky është një ligj klientelist i radhës, nuk janë pak, po janë 18 ligje, të cilat janë klienteliste që qeveria ka miratuar që nga momenti i ardhjes në pushtet dhe që sigurisht është bërë për një grup caktuar. Mirë, fakte konkrete ku mbështetet akuza? Ju a shpjegoj pse. Se s'pari cënohet pjesa e konkurencës ndershme dhe që është një kriter për pjesë të integrimit në Bashkimin Evropian. Ky ligj cënon 3 direktiva të akis komuniter dhe pikërisht është shfaqja, pra nuk do kemi më konkurencë të ndershme, mungon transparenca, ligji do të përcaktohet nga qeveria me një vendim të mbyllur të saj dhe mbi të gjitha do të mungoj kontrolli parlamentar në dhënien e licencave të porteve në mënyrë të përbashkët tashmë, pra investitori strategjik do të përfitoj lirshëm edhe portin. A ka emra konkret që mund të favorizohen nga kjo? Shiko, në komisionin përgjegjës, ku unë jam nënkryetari i këtij komisioni, sigurisht pyetjet kanë qenë në këtë lloj aspekti. Spari ka qenë që a ka pasur kërkesa të tilla nga investitorët strategjik dhe përgjigjja ishte jo. U deklarua që nga Banka Botërore ka pasur, domethënë ka lënë si detyrë që të zhvillohen portet. Dhe përgjigja ka qenë, sa ka planifikuar Banka Botërore lidhje me këto lloj portesh turistike që do të rrisi turizmin elitar. Dhe sigurisht që neve flasim që pretendojmë për një turizëm elitar, kur mungojnë gjërat bazike në Shqipëri. Dhe kur ti duhet t'i ofrosh turizmin infrastrukturën rrugore, infrastrukturën energjetike, duhet t'i ofrosh shërbimin e kualifikuar të turizmit për sa kohë pretendon për një turizëm elitar, dhe për këto gjëra Shqipëria është totalisht e papërgatitur. Dhe kjo na çon në idenë e një ligji klientelist, për më tepër, edhe duke u nisur nga procedura. Është propozuar të martën dhe unë si komision përgjegjës e kam pas në orën 19:30 dhe ka filluar në 20:30 të 8:30 darkës me vullnetin dhe detyrimin e pa diskutueshëm që të mbaronte patjetër, sepse duhet një projekt ligj. Zoti Real mund ta thotë që duhet 48 orë para se të ka hyrë në seancën plenare.